Pyetja që shtroi Këshillin është ekzistenciale. A do ta lëmë Mirditën të bjerë në gjendje të lirë, apo do ta rivitalizojë? Shifrat janë alarmante, të nderuar miq. Nga 60.320 banor që kishte Mirdita në vitin 1990, sot, sipas regjistrimeve të fundit, ka 13.600, ose një humbje prej 78% brenda një brezi. Tash duket se ka një konsensus. Besojmë se ky konsensus politik që ekziston në Shqipëri ta mundsoj që Mirdita të rikthehet në ato kufi që ka pasur historikisht. Dhe jo as për nostalgji, por për fuqi të re. Sepse mund bëhet edhe një harë, mund na japin vekin, mund ta quajmë Mirditë, por nëse nuk japin kompetencë, nuk japin fuqi për të administruar vetveten, kjo prapë nuk do mbledhet diçka pa fuqi. Thelbi i kësaj reforme duhet të ishte kompetenca që duhet i transferohen pushtetit vendor. Mirdita se zoti ju ka dhënë një territor të caktuar, ashtu si punëve të tjerë, dhe do të duhet që ta njerëz kemi mundësi që pasuritë e tyre t'i administrojnë vetë. Ne jemi bashkëfajtor, pasaj që takon pjesë nga 90 aklej për Mirditën tonë. Jemi bashkëfajtor dhe i përkasim një kategori njerëzish që me ca miq që kolegë që jemi këtu, reformën e 2014 ne i kemi bërë damë komuniteteve jo thjesht Mirditës tonë barë kombëtare. Bartësia e asaj reforme fatkeqësisht e çoi qeverisin thjesht si qeverisje për të administruar dhe jo për të shërbyer komunitetin. Dhe fatkeqësisht komunitetet tona lokale dhe rurale u zbrazën dhe sot jemi në një situatë që problemore. Për mua sot duhet të jetë realisht në bazë të ligjit kompetenca reale pushtetarit që zgjidhet nga profili. Marrë nga 4 shtyllat kryesore të funksionimit dhe të rolit të rëndësisë që duhet luajë, ai ka dështuar me sukses. Pasi efektshmëria 1, të ardhurat dhe investimet 2, shërbimi ndaj qytetarit 3, element dhe shtyllat kryesore, në vend që të realizoheshin, ato janë larguar, janë distancuar, dhe kjo ka qenë mbetet një nga arsyet që të qytetarët, sidomos rinia, po vazhdojnë ta boshatisin të vend. Thelbi kryesor i asaj që duhet të ndryshojnë të katastrofat. Heqja e ndikimit politik të qeverisë qendrore mbi njësitë vendore. Sepse gjithë ato që thamë më parë kanë këtë rrjedhoj. Dhe kjo rrjedhoj që mbas reformës 2019 është shfaqur dukshëm, nuk është se s'ka qenë për të tjera, shfaqur dukshëm. Mendoj që duhet të minimizohet dhe kjo minimizohet nëpërmjet reformës. Do vi një moment që ne do ta kuptojmë këtë gjë vetëm kur tikni dhe ju nga zyra. Pra kur të shihet që mos jetë zyra fare, mos jetë bashki fare, atëherë do të kuptojmë se po hiqet Mirdita, se deri në moment sa nuk na vjen tek karrika jon, deri nuk e kuptojmë. Normal askujt nuk mund t'i vijë mirë që të shkojë ke ai moment. Është momenti për të hyrë fort. Për të hyrë fort. Ajo që mund bëj është të mbështes çdo lloj iniciative që vjen nga ana juaj, që jeni ekspert në fusha të ndryshme, fusha në të cilat unë nuk jam ekspert. Unë jam ekspert në një gjë. Dhe e bëj më mirë se që ti ndoshta edhe më mirë sekretari i bashkisë. Jam nga të paktit që i bi pashën Mirditës çdo ditë, çdo javë, i njoh familje për familje, gati emër për emër, meqenëse se kanë me vetëm 13.600 banor. Unë këtë mund ta bëj shumë mirë, nëse kjo ekspertizë imja ju shërben, i shërben komunitetit, i shërben bashkësisë, i shërben ekspertëve, unë e jap me shumë dëshirë. Po përmbledhim disa mendime të vyera të ekspertëve mirëdhjetor për pushtetin vendor, për t'ia përcjell pastaj si domosdoshmëri ndryshimesh Komisionit Parlamentar i cili është ngritur për reformën territoriale. Ka disa mendime, në fakt ajo që i përmbledh gjithë mirëdhjetorët në një mendim përbashkët është harta territoriale e Mirditës, e cila
në vitin 1949, Mirdita u nda gati për gjysmë, e cila një pjesë e territorëve të Mirditës i kaluan disa rretheve, siç janë Puka, Lezha, Mati, Kuksi, Dibra, dhe këto takime konkludojnë në një mendim të unifikues, të përbashkët, që harta territoriale të kthehet në njësit ose në hartën që ka qenë etnografikisht e Mirditës. Do vazhdojmë takimet tjera, të cilat do të jenë në këto njësi vendore, të cilat janë të shkëputurat sot nga Mirdita, për të dëgjuar opinionin e mirditorëve në atë zona, opinionin e ekspertëve që i kemi në atë zona, dhe sërish këto të gjitha bashkë për t'i përcjell këtij komisioni aty që ka realisht e ndihmon Mirditën. Për tek kësaj, nuk është vetëm harta, ajo që ka është esenca e funksionimit një njësie të vetë qeverisjes vendore. Financat vendore, decentralizimi, janë çështje të cilat janë domosdoshmërisht që duhet të trajtohen nga ky komision në mënyrë që vërtet pushteti vendor të ketë autonomi financiare, por edhe decentralizim të domosdoshëm dhe të ketë pavarësinë e tij si pushtet vendor.